Champions League rikthehet sot në sfidat e fazës play-off në momentin kyç të sezonit ku çdo gabim mund të kushtojë eliminimin. Me formatin që hyn në fazën vendimtare, presioni mbi skuadra është maksimal dhe diferencat pritet të bëhen nga detajet. Në orën 18:45, Juventusi zbret në fushë me një transfer shumë të vështirë ndaj Galatasaray. Bardazit vijnë pas humbjes ndaj Interit në Milano dhe synojnë të reagojnë me një rezultat pozitiv në Turqi. Barazimi do të konsiderohej një rezultat i pranueshëm për Bardazit. Në orën 21, luhen 3 sfida të tjera. Vëmendja kryesore është përballja mes Real Madrid dhe Benficës, dy skuadra që u ndeshën në fund të fazës së ligës, ku madrilentët u mposhtën 4-2 në Portugali. Një duel mjaft interesant pritet të jetë ai mes Paris Saint-Germain dhe Monakos. Skuadra franceze shihet si favoritën e letër, por përballë ka një ekip cilësor që mund të surprizojë. Ndeshja tjetër mbrëmjes do të zhvillohet në Signal Iduna Park, ku Borussia Dortmund pret Atalantën. Të dy ekipet njihen për stilin ofensiv dhe po kalojnë një moment të mirë në kampionatet respektive, që e bën një duel të hapur.